Të dashur nxënës të klasës së 5, ju jeni më të veçlit që bëheni, për herë të parë, për ju, pjesë e sistemit të provimeve. Arsimi është dinjitet më së pari, thonë mësuesit me vite pune në mësimdhënie. Me 21 maj 2026, mbi 27.000 nxënës të klasave të 5 zhvilluan provimin për vlerësimin e arritjeve të nxënësve të arsimit fillor, i njohur ndryshe shkurt si VANAF. Para provimit, Ministrisë së Arsimit, me ditë të tëra, fëmijët ishin provuar e sporvuar me teste të viteve të kaluara, me mësime dhe përsëritje nga mësuesit, të cilët dinë në fakt të vërtetën se sa dije ka një nxënës. Mirpo, gjithë ky angazhim përcolli shumë ngarkesë emocionale të fëmijëve të 10-11 vjeçar, dhe padyshim edhe të mësuesit me ndërgjegje dhe dinjitet. Dita e provimit VANAF i gjeti nxënisit në frikë, stres dhe lot në oborret e shkollave të tjera, ku do duhej të bënin provimin vetëm dhe me një mësues të panjohur. Si në çdo rast tjetër të provimeve kombëtare, testi doli në pazar, ndërsa nxënësit përpiqeshin mes frikës dhe stresit t'u jepnin zgjidhje 54 pyetjeve të provimit VANAF, që përfshin 3 lëndë: gjuhë shqipe, matematik dhe dituri natyre. Administratorët e provimit, të miratuar nga Ministria e Arsimit, u lejuan me telefona në klasa, por nxënësve u amorën makinat e thjeshta llogaritëse. Testi i VANAF u qarkullua me shpejtësi në qindrat celular drejtorësh, mësuesish, prindrish. Fëmijët morën stres dhe jo atë që meritonin nga VANAF. Ministria do të marrë rezultatet e koduara të nxënësve, që në rast se janë pozitive, do t'i përdor politikisht për krenaria arritjesh në arsim dhe jo për politika arsimore. Provimi VANAF është një nismë relativisht e re në sistemin arsimor shqiptar, por deri më sot, as Ministria e Arsimit dhe as drejtues të tjerë të institucioneve arsimore nuk kanë dhënë asnjë shpjegim mbi efektet e këtij testimi dhe vazhdimsinë e tij. Ne duhet të dimë se cila është vlera që sjelli gjithë ky proces testimi për nxënësit, për mësuesit dhe për shkollën, sepse fëmijët nuk janë kavije për eksperimente.